Mirëmbrëma miq. Kur kom marrë para 10 vjetëve këtu në Elbasan, më thoshin shokët, o Luc, tash i ke shku tamam te veni. Po I thosha pse, çfarë, si o puna? Nuk ka më tokë të butë e më milet për smari. I thosha për zotin, për milet për smari, unë e shoh që janë shumë të qetë, janë të kulturuar. Po për tokë të butë I thash, për zotin unë duhet t'i provoj, se pa I provu nuk mund t'i jesh dakord me përsaktimin tap. Kalun shumë vite I miku më thot prap, Luc, si ke punë me Elbasanit? Kam thonë që është tokë e butë. I thash një gjë, s'kam thonë përgjigje në fillim sepse nuk I kam njoftë. Për njerëz të emancipum, për njerëz të kulturum, për njerëz të qytetnum, e kam vërtetu sepse me siguri ka influencuar rruga Egnatia, sepse ka qenë rrugë që ka lidh lindjen me perëndimin dhe ku kalon rruga, kalon qytetrimi, kalojnë rregullat, kalon huni, kalon dajaku, kalojnë që të gjitha. Por I thash me thonë drejtën, kjo tokë e butë I thash, mu nuk më duket se qëndron. Po pse Luc, thot? Një gjë thot edhe Elbasanliti them të durojnë shumë, të respektojnë shumë, vetëm se kur I mushet menja që e kemet shtremët, dhe kur I mushet menja që nuk kanë që korrigjojnë të ty, janë kaq të këqij, janë kaq të vendosur për t'i shku deri në fund punëve të veta, sa nuk di çfarë të them. Në këto debate me këtë mikun, se me thonë drejtën e du fort, prap më ngacmon. Edhe më thot, o Luc, po qa është njona, thot aty në Elbasan, thot, që gjithë të atë fortit e partisë tate, thot, I ka vu për para. I thash kush? Po se që është njona që gërthet, që nuk I bo syni dritë. Po të kom thonë I thash, është mushmenja, këtyre po ju mushmenja nuk thërë mrapsh. Po si është ajo më tha mu? I thash për zotin, I thash, unë kur e shof, them I lumi unë për te sa I mirë është. Kur e një gjoj që I flet me ata, them, inshallah nuk them dhe unë të ajo parti, se është e vetëmja që unë kam frikë se nuk janë dalë dot. Miq, sot kemi ftu Elbasanlie time, Alesia Balliu, antare e partisë time, po antare zjarrt, që idetë e veta dhe forcën e vetë nuk ka qenë si puna ime që I kom nga hija, po kjo qëndron me dinjitet në çdo argument që thot. Mirëmbrëma dhe mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma Alesia. Tani më vjen keq, po duhet ta them, ishte shumë e vështirë për të marrë ty në intervistë, sepse me çfarë po shohim gjithë mediat, gjithë podcastet, të kam personazhin e tyre kryesor. Bled fol për veten se ajo sa mori vesh që isha unë erdhi me kënaqësinë më të madhe se jemi 2-1. Nga buron gjithë kjo dashuri e mediave për ty, sepse mediat në Shqipëri është vështirë të duan. Atëherë unë mendoj që dashuria e mediave është ndaj të vërtetës, sepse mediat për këtë punë shërbejnë për transmetuar mendoj më saktë të vërtetën dhe për ta përcjellur atë tek publiku. Se po të them urrejtja I bie të vite jargoni I kryetarit jo në detyrë të Partisë Demokratike dhe atë nuk dua ta artikuloj gjashëm atë, se jam e kundërta atit. Kështu që në këtë rast do ta kundërshtoja Luc. Meqense na kujtoi kryetarin, Alesia ka lindur në vitin 1995, kur kryetari sa ishte presidenti I Republikës. Sot Alesia po shkon 31 vjeç dhe përsëri I njëjti burr është në krye të partisë. Çfarë ndodh me atë parti? 31 ti ishe një fëmijë I vogël në maternitetin e Elbasanit që fillove të qaj dhe ishte në krye të shtetit I njëjti person, ti shkove në kopësh, në shkollë, në universitet, sot je një avokat I mirënjohur dhe përsëri vazhdon të jetë I njëjti burr në krye të partisë. Është nga nëse dyshim saktë deri në 2026 që Sali Berisha është kryetari I Partisë Demokratike dhe aktualisht është I vetmi I cili do thoja në botë dhe në Europë, 82 vjeç, në ato ëndrat e veta imagjinare pretendon që mund të shojë Partinë Demokratike drejt fitores. Por realisht
faktet, shifrat flasin vetëm për një zvoglim të Partisë Demokratike, për një tkurrje të Partisë Demokratike, për një largim masiv të demokratëve, të kontributorëve të vjetër të rinj të Partisë Demokratike, vetëm nga mënyra se si kjo parti po trajtohet si një pronë private, pronë individuale, por mbi gjitha që po bëhen kurban gjithë demokratët për interesat personale djalit Sali Berishës. Kur përmend djalin, duhet të kesh parasysh që jo shumë njerëz do ndihen mirë me këtë nga eksperiencat e tyre të hidhura. Kjo parti tashmë dihet që po trashëgohet e fëmijët apo jo? Loteri thoshte mjafton thuash vërtetën që të fitosh urrëtitjen e tjerëve, kështu që se si ndihen tjerët, unë nuk mbaj përgjegjësi, por që me të vërtetën nuk bëj kompromis, kështu që për sa kohë shoh situatën reale, si funksionon e kam për detyrë ta transmetoj. Pasi kur ka ardhur zotëria në krye të Partisë Demokratike, unë kam qenë ndryshe nga individët e tjerë, kam qenë një nga femrat që e kam ndjek Sali Berishën në gjithë foltoret, në gjithë qytetet e Shqipërisë dhe na premtoi 3 gjëra. Primaret do t'i respektonte. Ju e dini shumë mirë, Luca e di shumë mirë që ndodhi në qarkun tonë në Elbasan, Dash Sula fitoi primaret dhe ai tha, ti nuk duhet jesh në listë. Na tha që për 6 muaj rrënzon Ramën. 6 muaj kaluan dhe i vit mbas zgjedhjeve dhe Rama vazhdon të jetë në krye të shtetit. Na premtoi bashkimin me demokratët, bashkimin e bëri me Metën Medulen. Duke parë çfarë frikatsaku dhe çfarë i pabesë është Sali Berisha, unë pa diskutim kam detyrën time morale të them vërtetën me zë të lartë dhe pa diskutim pa pasur frek fare. Unë ndryshe nga leadershipi aktual i Partisë Demokratike nuk bëj kompromis me të vërtetën dhe nuk kam frikë nga të vërtetat e mia. Është ai që ka frikë nga të vërtetat e veta, është ai që përdor PD-n si mburojë politike ndaj institucioneve drejtësisë, ndaj ndërkombëtarëve. Nuk ka zotëri Partia Demokratike probleme as me drejtësinë, as me ndërkombëtarët. I ka vetëm Sali Berisha dhe familja e tij. Dhe kjo parti sot po përdoret si dyqan privat i dikujt, i cili pretendon të hyjë në një garë që është në datën 23 maj dhe thot do heq Salianin, do heq Alesian, sepse këto flasin ndryshe, sepse duan të bëjnë fraksion, sepse janë zëri ndryshe në Partinë Demokratike. Ai nuk është se ka frikë nga ne si individ. Ai ka frikë nga gara, ka frikë nga mendimi ndryshe dhe ai ka frikë se këto zëra mund shtohen. Dhe ai thot, kushdo që do guxojë të sfidoj do ketë përfundimin e këtyre dyve. Njëri do përjashtohet që jam unë rasti konkret, tjetri do vetë përjashtohet se i ka shpikur ky term që nuk ekziston statut. Ndërkohë e vërteta është shumë ndryshe. Këtë e ka skualifikuar statuti që ky vetë ka propozuar vetë, me Nenin Basha që e kanë votuar 5.000 delegat, 10.000 antar, dhe ky thot unë jam i kualifikuar, por ju nuk plotësoni kriteret. Kjo është shumë ndryrim. Alesja, ne këto i kemi dëgjuar nëpër media të gjitha këto tujat. Unë doja sot të bënim një bashkëbisedim për të kuptuar thelbin e një antare të Partisë Demokratike shumë devotshme dhe me një mendim ndryshe nga partia. Këto historina e kemi dëgjuar pafund, edhe historinat e mia që unë jam përplas me atë parti, që kam bërë jashtëzakonisht shumë si një verior dhe si një biznesmen, dhe kam bërë namin në 2005 për të ardhur dhe u zgjinjeva nga fjalët dhe nga rrenat dhe nga prallat i di gjithë Shqipëria dhe unë nuk mendoj që është më diçka interesante që ne të qëndrojmë këtu, po ashtu siç di gjithë Shqipëria, gjithë kauzën tuaj dhe të vërtetat tuaja që i thoni, megjithëse unë nuk jam dakord që mediat janë kaq gatshme sa të thonë të vërtetat tona. Unë kam bërë një kanal shumë suksesshëm që dal për ditë ulëras për të vërtetat. Dhe megjithëse ulëras të gjithë i kam kundra, sepse duan që të vërtetat mos transferohen dhe mos transmetohen tek njerëzit. Unë do doja Alesja se të pyeti Blendi Kelen në 90-ën, 95-ën dhe sot jemi në 2035. 26-ën. Urdo? 2026-ën. Si 2026-ën. Jemi sot 2026-ën, falë. Dhe tashti ne jemi që ditën e parë tek Partia Demokratike dhe jemi që të ëndrat e para dhe jemi që të frymëzimi dhe të ngacmimi i parë. Dhe zhgjimet tona që ne kemi ndjerë, kemi luftuar për atë parti, janë shumë të mëdha se sa tujat. Dhe janë shumë të mëdha se sa Salianit, sepse ju keni jeni një generacion. Unë Salianin e du fort e kam mik. Edhe kur ka pas ato problemet e veta të talavas kneja nej, unë me ato batutat e mia i kam dalë për krah. Tashti, ajo që du të them unë është kjo. Ju jeni 2-3. Sali Berisha me drejtën e Zotit
ka parë një çgjinim shumë të madh nga njëri që mendoi që e kishte një njeri që e kishte rrit vetë. E mori, e boni kryetar të partisë, dhe ai njeriu soll në atë formë që e di që Shqipëria me një mosmirënjohje të tmerrshme. Dhe në atë moshë Saliu ka gjithë drejtën e Zotit që ta ndjej veten keq dhe të thotë që unë këtë parti që kam dhënë investimin kryesor, bashkë me këta njerëz që kam, të mundohem që ta çoj përpara, sepse ashtu i thot mendja vet. Ashtu siç u thot dhe ju, menja juaj që ju mund ta konkurroni dhe të bëni namin në atë parti. Tashti, a është e drejta e gjithë aty në njerëzve që i kanë shërby Sali Berishës kur ka qenë pushtet, që Sali Berisha nuk i ka shluar ata njerëz me dhjetëra. Megjithëse unë nuk jam dakord në asnjë presje. Por po ju them juve, që ata njerëz mos ta shlojnë Saliun, dhe ata njerëz nuk e shlojnë Saliun, dhe ata njerëz janë elektorati kryesor i Partisë Demokratike. Pse ju që jeni të ri, i shmangeni të vërtetës dhe përballjes me njerëzit në rrugë? Pse ju që jeni të ri, ju dhe Saljani, dhe edhe unë bashkë me ju do t'ju bashkangjitem nëse ju vërtet do të mbani një qëndrim për të marrë pjesën më të mirë të Partisë Demokratike. Partitë Alesja janë bashkim vullnetar dhe partitë janë respektim rreshti. Tash edhe një fjali do them unë se nuk du të bëhem llapaqen se t'u gjojmë ju. Kur më pyesin mua, më thonë Luc, pse s'bohesh pjesë e partisë? Nuk kam qenë pjesë e Partisë Demokratike, megjithëse e kam dashur, kam bën namin. Nuk jam pjesë e Partisë Socialiste dhe s'kam për të qenë asnjëherë pjesë e Partisë Socialiste, megjithëse bëj namin për besimin që kam ndaj zotnia, që nuk ka çginjë. Dhe më thonë Luc, pse s'bohesh ti, se ti artikulon, flet, gërthet, je biznesmen, thut vërtetën. Dhe e vërteta jote është puna. Pse s'bohesh pjesë e partisë? I them nuk mbohem dot. Pse? Sepse nuk rri në rresht. Unë nuk jam njëri që mund të rri në rresht. Sepse partia është në rresht. Dhe unë në qoftë se do hyj në rresht, automatikisht unë do mohoj lirin time. Dhe unë nuk do jem më njëri lirë. Sepse partia ka ca rreshta dhe ka një hierarqi që duhet respektuar Alesja. Këtë duhet di për jush. A kam drejt unë në këto që them? Po ti ke shumë të drejtë kur thua që partia ka rregulla, dhe unë ta thash që Partia Demokratike ka i kushtetut, ka i statut, dhe rregullat duhet të respektohen nga i zoti i shtëpisë në radhë parë, që të respektohen nga fëmijët e oborrit në radhë dytë. Ti thua ka individ fëmijët e oborrit, pra. Nëse ti thua ka partia rregulla dhe po na tregon hierarkinë e rregullave, unë po të them që të drejtë ke, por këto rregulla që të respektohen, duhet të respektohen nga i zoti i shtëpisë tek fëmijët, që të bëhet shembull që të respektohen. E respektoj fëmijën ky, fëmia ja futi lev kres, plakut 17 e sa vjeç ja futi lev kres, edhe qiti e hudhi numner. Ka qenë një ndër deklaratat e tij, unë kam qenë gjithmonë kundra Lulbashës, do ta dish për trajektore politike dhe për koherencën personalisht. Unë duket djali i mirë, kam qenë kundra. Dhe nuk duket fare që ai ka qenë një ndër deklaratat më sinqerta të vetës kur thashë unë ty do të ecë, sepse me ty ne nuk vim dot në pushtet, sepse këtë do faktori ndërkombëtar. Kështu që e lejmë këtë pjesë, e kalojmë te këto individ që thuaj ti pse nuk e lëshojmë Sali Berishën. Sot nuk është çështja pse këto individ nuk lëshojnë Sali Berishën. Çështja është, a do lëshojmë Sali Berishën apo do lëshojmë Partinë Demokratike dhe Shqipërinë? Sepse partia është ajo që thua ti, është pa diskutim punë vullnetare, është pa diskutim kontribut, por mbi gjitha është interes kombëtar, nuk është interes privat. Që t'jemi të qartë. Por e t'i lemi idealizmë, flasim konkretisht. Sot që flasim, kjo parti është kthyer në një dyqan privat. Kanë ra këto është aset kombëtare, këto kanë ra që gjithë. Tashti jemi përpara një realiteti. Alesja që thot të vërtetën. Se unë kur them të vërtetën dhe kur nuk mbështet njeri, i takon që unë jam Don Kishot. Jam Don Kishoti i Cervantesit. Berisha ka një ushtri nga mrapa, që sado që ti firoj, po ka një ushtri. Berisha ka një ushtri. Ringa detyrimi, jo nga bindja. Pse s'provoni ju?
ndrojni një gërm partisë dhe formoni partinë Nuk tuaj. është çështja të formosh parti, se Po, nuk kemi sigurisht, ne pse ikim nga partia kur është ky individi i cili duhet ta lëshojë këtë parti sepse i ka mbaruar koha e tij politike. Më fala, do ta provoni ju me Salianin veten ngar? Vetëm nga Luce provojnë në çdo moment Alesja, ju e gjykoni, Alesja, progar dhe marr vota masive më shumë se logoja apo ju e gjykoni Sali Berishën sot për zgjedhje, a ka vlerë Sali Berisha, a nuk ka vlerë? Sepse unë personalisht, Alisja, çka ka bërë Alisja dhe ky zotnia që unë kam respekt, Saliani, kur unë u lëriça dhe thosha, kam qenë burri më i fortë në Shqipëri, dhe më futi dhe më mylli 8 vjetë biznesin, dhe ka qenë një paldaj që i partisë tuaj dhe ca tjerë që unë kam shtet. Ku ishte rinia e partisë tuaj që të thoshte të vërtetën, qa ke me Lucën që pakun kaq milion taksa që i shkatrove jetën dhe hoqe një biznesmen kaq suksesshëm? A lufton ti për të vërtetën? Tash unë po të pyes, pse qeka, pse ti do me provu veten? Pse e vërteta jote dhe fjala jote qeka e vërtet edhe për ata që ty të dëgjoj? Se Sali Berisha unë jam i sigurt që nuk e kam duar. Po Alesja sa mëkate, nuk ka qeverisur kur. Po që gjykoni që kanë duar? Nuk ka qenë kur. Ora unë du të di forcën, Bledmane, unë du të di, Bledmane. Nuk kam punuar një ditë të Alesja, vetë. në 2005, kur të ka sulmuar Berisha, ty sa vjeç ishe më i zonjush në 2005, e ti thua pse s'më mbrojtë ti mua. Edhe ti një kalama, 10 vjeç. O Bled, e di pse ta them unë këtë që, o Bled, unë ta them, o Bled, nuk me i kërkoj llogari. Unë po i them Alesis, që në atë parti, ata njerëz që ka për rreth, ai njeri, që ka ardhur që nga 90-ta dhe ka ardhur deri tashti, ata njerëz ai ka në rresht, o zotni. Këtë se ka në rresht. Këtë që nuk e ka, këtë po të them edhe unë. O Bled, këtë po të them edhe unë. O Bled, këtë që nuk e ka, o Bled. Nuk jam nga ato që trëm. O Bled, këtë që më qatë trem të që unë e kom Elbasadhije, ti thuet trem. Po ti. O vllai dashur, unë du ta nxis Alesjen, që mos konsumohet Alesja në për rrjetet sociale, të umor me Berishën, e të umor me djalë e Berishës, se rreshtit Berishës, Alesja nuk ka që i bën asnjë. Alesja të dali në rrjetet sociale dhe të kërkoj, kush nga djathtë shqiptare mbështet kauzën time, ose time dhe Salianit me qëse që ka të bashkë, unë i pari, do dalë në krata saj dhe do t'i them, do këthem të partia ime demokratike sepse kam besim të Alesja. Sepse Alesja kur nuk mundet që luftoj ma da njerë. A i tregove. E kam përjashtuar, më da. Kë kam përjashtuar? E kam përjashtuar nga partia. Ata që janë duhet salës. Pa a thot kjo nuk është partia jo. Po lufton pra. Me kë po lufton? Me mullin dhe esh? Me mullin, me luftoj kjo. Me mullin apo me atë baliun. Me këtë luftoj kjo. Mullin se logarita. Po me qunë e fariu të luftoj kjo, me këtë luftoj kjo. Do që rrugë ligjore. Po në më rrugën ligjore. O zotni në rum, unë jam gjesh, o zotni në rum, unë jam gjesh Lucë. Jam palasërja më i madh i Shqipërisë. Unë kom 190 që maj i qip quna 3 rrët vetës. I kam bo shpia. I kam bo shpia. I kam bo... Lemu një qomë këtë. Alesin pra kemi ftuar Alesin. Po Alesin du të gacmoj. Unë pa i treme. Ku treme da e Allah. Ajo të umor me Sali Berishën, e të umor me mullin e fort, e të umor me quni fariut, që ka kraun nga gjolla. Jo treme da jo premejë që mun ka pajzimin e vetë. Ervis Alieni po ta... Jo mërë du ta zgjoj se ju të medjave i pusin buk këto elemente. Kjo element, Alesja, është një element që është vetvetja. Dhe Alesja ka momentin më të mirë për të provu vetën. Dhe unë bojka... Jo, po si nuk mund të provosh vetën, ti dish murit. Po si bje do të murit. O, Sali Berisha o murët, la. Sali Berisha i ka, orla. Po ja hek tulla. Ore ti, këtë tulla për jekme. Hajde me iqë mu 100 tulla ka mund, 100 vetë ka mund. Hajde me iqë ti mu tulla dhe mje. Se përjashtoj? Se përjashtoj? Se përjashtoj? Se si përqen gjua saj. Qarë gjua me ja kërë si përqen gjua saj? Po ja për dhe po i tregon vërë. O Bler, do në me morë qafti që e ku të bëllë pas pati. Po kush është spata Alesis?
Ma gje kush është para Ales? E vërteta nuk bëj kompromise me të vërtetën. Unë kam sfiduar Sali Berishën. Sali Berisha është frikacak që nuk pranon garën, rreth parë. E vërteta është për individet mua. që thua ti, një sekond. Po çfarë fiton me këtë Alesja? Unë fitoj besimin e gjithë atyre demokratëve që duan riformatimin e Partisë A Demokratike. ka përjashtu? Po le të përjashtuar ka përjashtu dhe Azemajdarin ai në ato vite. Më ka rendit në kratë Azemajdarit, ai mua më ka lartësuar. Sepse të arri një ish president, një ish kryeministër, të përjashtoj një vajzë të re. Azemajdairi qoftë me Zotin e përjashtoi as kishte mundësi me fol as i fjalë, as i presje, i njelte fjala në fyt. Azemajdairi që na merrni për shembull. Azemajdairi që na merrni për shembull. Të 95-s, ai arrin ta përjashtoj bishë ka frikë vetëm nga fjala lirë, ka frikë nga e vërteta, ka frikë nga mendimi ndryshe, ka frikë nga personi. Unë kom ka shkoj që gërthas për të vërtetës një gjë kush, o modër. Po ja O modër. Ajo e brenda partisë. Opinionin tënd, unë bëj luftën time. Unë nuk jam Po kundra ku jam në shëmendjen ti me këtë vërtetë? Gjithë demokratëve. Ja 2000 veta që më shkruajnë për ditë. Jo, ti po drejton gabim. 2000 vetëve që më shkruajnë lutë për nga diaspora. Ata 2000 ti lufton ti bësh 3000, 4000, Po, ato do bëj, se çfarë do bëj? Do të trishem mendon ti. Jo, mos u Nuk trishem unë lut. Mos u trish. Trishem unë sepse unë kam vënë këtë garë për parimet e mia. Sali Berisha ka hyrë në mbroj pronën dhe interesat e vet pasuror dhe familjar. Kështu që këtu ndryshoj unë nga Sali Berisha. Alesia, se ka diferencë madhe kjo pjesa. Kush kundërshton Berishën? Problemi është ku do me i mush menjen ti me të vërtetën tate. Dhe unë këtë po të shpjegoj dhe bu gocë konkrete dhe bu me kom tokë. Po, shumë konkrete. Unë po të shpjegoj dhe herë tjetër. Unë kam 100 në 90 që investoj të njerëzit. Unë kam 100 vetë që i kam vu tullën e shtëpisë. Sali Berisha ka 10.000 vetë, 15.000 vetë, 20.000 vetë që i ka vu tullën e shtëpisë. Ata njerëz ai i ka të betum, ashtu si që i ka mund këta pak që i ka me vete. Tashti, këta njerëz, ti nuk ja bind do të Sali Berishës. Nuk ja merë të. Pas ke kuptu gjeluc nga politika. Ja, s'kam kuptu gjë, se Berisha në politikë, s'kam kuptu gjë. Nuk kam kuptu gjë. Logaritjen e 100 njerëzve që ke bërti. Unë kuptoj ai që fiton. 100 vetëve ja ke bërti nderin, i ke ngrit tullën, me sa gjëva. Një 10.000 ja ka bërë Saliu, si pas te. 20.000. Tani, në histori, kush ka lexuar dhe pa diskutime njeh politika, njeh dhe historinë gjithmonë revolucioni, masa ka shëmbur monarki mbretëri. Që të arriu me këtë logjikën tënde, po të marrë dhe i shembull thjesht i lut që ta jetë prapë argumentin. E kam lexuar revolucionin franceze. Një sekond. Ja të marrim tani një sekond të ta mbaroj. Po të ta mbaroj se të dëgjova me shumë respekt. Nxjerrët në Amerikë blet, ishin tani që ishte Kamala Harris dhe Donald Trump. Po një sekond pra ta mbaroj. Dhe financimin më të frikshëm e mori Kamala Harris, që nuk e ka marrë njëri në gjithë historinë botërore. Edhe yjet e Hollywoodit. Edhe yjet e Hollywoodit. Dhe fitoi Trump, sepse fryma është më e rëndësishme se këto 100 vetë që ke bërë shumë njerëz të tillë, ato 100 nuk trastojnë ty, dhe unë dakord me ty jam. Dhe ato 15 apo 20 Berishës nuk e trastojmë. Fryma është tek individët cilët duan një politikë të re, duan një politikë ndryshe, duan që intelektualët të jenë në përtryeza dhe pa diskutim që nuk duan xhaketat e vjetra, po duan gjeneratën e re. Dhe është kjo masa e cila do vendosi, jo të punësuarit e tullet Berishës. Se po që do hysh në një garë me të punësuarit e tullet Berishës. O zotri, po partia... Sigle nuk jam merdo. O zotri, po qa të hynë të mpun një sigle që nuk s'jellë në pushtet. Po vazhdo ta bëj siglen tate. Po pse s'më bë siglen tate? Unë nuk do rri aty që t'jem në pozit. Po pse duhet bëj unë siglen time kur mund të ish Saliu nga aty që po me pengon dhe minon demokracinë në Shqipëri. Sot është rastari më i madh i kombit. Sa kohë jetë Berisha aty, 10-12 vite tjera dhe Rama në pushtet. Kjo është çështja, nuk është çështja të krijoj unë partinë time. Çështja është partia opozitare, ku ka probleme, si ti zgjidhet. Alesia, se i kam parë gjithmonë këto artikulimet e juaja dhe nuk du që kjo bisedë të sillet rreth atyre artikulimeve. Ju nuk e keni luftën me Ramën, këtë s'keni kuptu. Ju e keni luftën me veten tuaj. Po s'mund ta kemi me Ramën, po s'ke shos me pas me Ramën. Ju e keni. S'mund ta kesh me Ramën, pa shëru veten. Bravo. Dhe unë duke thënë këtë vërtet. Për çfarë bën atë luftë? Po pra këtë luftë e bëj pa diskutim që të ketë një ndryshim dhe te kush ketë ndryshim? Po të ketë ndryshim të opozita mo, te fryma e re në Shqipëri. Po se shlonë mo. Një frymë e re demokratike. Po nuk e lshon mo. Cili do ta lshoj atë? Do ta lshoj Muli, do ta lshoj Balliu, do ta lshoj Mulin e Balliu. Po blet, tashi ju ti do lajmë ti se je medias.
unë e kom këtë Elbasandijet time. Tash ti do lajmë, ti fryë sa dush atë që dalit thot kjo të luftoj me Berishën. Me luftu kjo me Berishën, o shisoj sigur me o si s'komi grusht fuqishëm me era mu zemër malit që zbzan. Po cilë Berish do luftoj kjo? A i Saljani, kë Berish do luftoj Saljani? Po luftojnë pra. Kë? Po e luftojnë. Po se luftoj do në vas, a i ka ata mercenarët e vetë dhe nuk e lut do të asin centimetër, Allah. Nuk e sillin pushtet, më zotrin. Mercenarët e vetë, si pas jush, nuk e sillin do të në pushtet. Po dakord, pra. Për qa mund shërbeti një opozit, t'jesh në një opozit përjetshme. Po jo më kushtet. Forcat politike lutë, në çdo vend botës, luftojnë dhe janë kompetitive për të fituar. Qoftë se ti mban një parti politike për që në humë se gjithë jetën, atyre është si ajo ndeshja futbollit që ti e ke shitur dhe gjitha të tifozët kur e din që ti e ke shitur zotri, nuk kanë entuziazëm as shohin ndeshja. Po se kshu i bie këtë muhabeti. Alesja, kuptova. Tash më dëgjoj fjalë mua. Tash ne jemi përballë për të kuptuar rrugën që do ndjekë Alesja. Dhe unë këtu jam në rolin e ngacmuesit. Po patjetër. Bisedën time unë e fillova dhe thash, Alesja, më pyesin njerëzit shpesh dhe më thonë, Luz, ka që artikulu, pse s'merresh me partitë? I them nuk di me nejtë në resht. Po pse? Po sepse reshti kërkon disiplinë. Sepse në rast se unë do hyj në resht, do disiplinohem dhe do humb të luftën time, të vërtetat e mia, lirinë time. Unë jam njeri i lirë. A mund të rrit dot një njeri si mu në resht? Do prish reshtin. Duke prish reshtin, nuk janë për parti. Tash i problemi shtrohet këtu, Alesja. Ajo parti, me të gjithë pjesën feudale që kemi në kokë, është e bajraktarit Sali Berisha. Provoj një herë Sali Berisha që të emancipoj dhe të demokratizoj. Dhe zgjodhi Lulin. Dhe Luli në momentin kur këti filloi pleshnia u qetësu, i mori tullën dhe e abas koke burit 75 vjeç. Dhe buri 75 vjeç, që atia halladhe e bovzotit se është malsor, u turë i neti pesh prap të gjithë ata që themu në rreshtat e vetë, dhe u bo kryetari Partisë Demokratike dhe a i buë derisa të ketë frymën, se ka morë asnjëherë pushtetin, e ka morë me dhunë, asnjëherë se ka morë Partisë Socialiste. Derisa të ketë, bëjka Allah, më letë flasë se kom komshie. Më lejnë ashti se nuk du që kur të barojnë zgjedhjet, ju të filloni të bëni gallat me te se luftoj me mullita e erës. Unë nuk e kam qef këtë gjë. Me mullin po lufton Saliu, se shkretar motra ime. I cili mendon se mund të fitoj prap. O motra ime, ai është i fitum edhe është kryetari i Partisë Demokratike. Tashti problemi shtrohet këtu. Luz, po me këtë mendim shtrohet të diskursi. Alesja, të lutem, me qenë se ju i keni vu qëllim vetës që të bësh një karrierë politike sepse e ndjen. Alesja është një aktiviste e mrekullueshme. Alesja është një vajzë shumë artikulume. Alesja është një avokate mrekullueshme dhe Alesja ka një CV të mrekullueshme për të bërë politikania jonë e ardhshme. Unë nuk kam dëshirë që kjo Alesja e brisht, që thot të vërtetën dhe përplaset, të bëhet një kavje e medjave që ta shfrytëzojnë dhe t'i thonë sa bukur e the, ja dhjeve Saliut, sa bukur e the, ja dhjeve çunit Saliut, si e ka emrin, se gocën njoh, e kuptove, si e ka emrin, ma thuj emrin. Çuni vetër, si e ka emrin? Emrin e malit. Çuni vetër, burë, si e ka? Po për emrin e një mali nga Tropoja, ndë. Por ti, Alesja, tashti, unë nuk më pëlqen që nesër, të gjithë këta mediat e Tallavas që sot marrin telefon, dil atje, unë do të shkrytu të bëj numrin, Alesja, unë ze ben zot, më njëri me temperament se mu nuk ka. Një herë jo më rëfy para televizionit të yllit, për Sali Berishën, i ko majtë gjonat për mrena, e kam zgjidh problemin tim në përmjet punës dhe në për respektit që ka dhonë këtë tjetër që kam pas shok fëmijë. Tashti, një qoj e këshill nga ky Albasaliu jotë. Nuk ke që bën Saliut, është kryetar i Partisë Demokratike. Unë po t'jap i këshill dhe vem provë. Në qoftë se Alesja, bashkë me Saljanin, që janë të dy të ri, të kulturum, të emancipum, që du të luftojnë për një ideal. Unë, Gjergj Luca, nuk i vi ndim për të kriju një opozit vërtet shqiptare. Unë jam borç para opinioni publik dhe po e them para opinioni publik. Po të le Alesjen
si drita nga Elbasani, kokën plot, më falë 1 milion herë të komodër, të talli me nerin, media shqiptare, që se fillove fjalimin që media shqiptare, thot vërtet, media shqiptare është pjella më e ndyrë e komunizmit, e tallavas, e lumit, e shkërdhimit, e lekve, e poshtërsis, e intrigës, është bagjela me në këtë vend, është media shqiptare. Ajo që të karikon ty, dalës kundra Sali Berishës. Pa kush mund dali kundra Sali Berishës. E pa që gabim, e pa që gabim. Jo, dëgjoj gazetar, asnjëherë mos refuzohesh një lloj ftese nga media. Asnjëherë mos të dalë të flasë kundra Sali Berishës, më shtyn e vërteta. Një sekund Luz, ta mbaroj. Mua më shtyn e vërteta, më shtyn pa drejtësia, sepse në momentin që ndodh një pa drejtësi, unë kam zakon të reagoj dhe kjo duhet bëhet kulturë për gjithë shqiptarët që të reagojnë ndaj pa drejtësi. Sepse kemi ardhur në një situatë që kjo parti nuk mund vazhdojë më kështu. Dhe pa diskutim që unë e ndjej më shumë se ty, më shumë se çdo kusht tjetër, pasi kam 12 vite angazhim të pandërprerur në partinë, 12 vite të jetës time të fundit flas, që kam qenë në çdo protestë, në çdo kauzë dhe pa diskutim kam luftuar me shpresën që kjo parti një ditë do vinte në pushtet, siç ndodh në çdo parti europiane, në çdo parti Alesia. Tani, kur mungon gara, kur mungon drejtësia, kur mungon meritokracia, nga autokrati që ti ke për kryetar, unë nuk mund të fajsoj media në lyse të tem këtë gjë për media. Këtë po e bën kryetari për pazaret e veta. Alesia, se s'mund të përdori mediat. Isha unë që dash deklaratat e mia. Alesia, edhe herë tjetër se je si drita. Unë të admiroj që po të flasë, që më ke përballë. Unë kur të shoh në Facebook, unë kënaqem. Është njësoj si ku po i nxjerr fjalët nga shpirti. Media është dhe Facebooku. Të lutem shumë. Media tash, ta mbaroj të fjalën. Media shikon që do përplaset media. Tash të lutem shumë. O Alesia, unë kur flet të admiroj. Unë kur të dëgjoj them po flet Gjergj Luca. Jo në fjalët e shpirtit tim. Tash më beso mua se çfarë është media. Media është për menerin e vet me kariku njerëzit e pastër dhe të ndershëm për të bërë live. Nuk e vret mene fare kush je ti, kush është kauza jote, kush është e vërteta jote. Më beso çfarë. Por unë kauzën nuk e bëj për media, po ajo se vret Alesia, deri më demokratët në qoftë se janë pa men të shkojnë mas Sali Berishës. Demokratët në qoftë se janë të dalë fare, le të shkojnë mas Sali Berishës. Çfarë duhet të bëjë Alesia? Alesia duhet të bëjë këtë punë. Çfarë të bëjë more? Aushtrinë dhe siglën e Partisë Demokratike, Sali Berisha e meriton dhe do ta mori me veten në vorë. Ja mendimet komuniste. Mendim tamam. Do ta morim vorë Alesia, as ti as ai as kërkush si bot do të gjë. Alesia, në rast se ti ke takat, në rast se ti ke takat, kujdes me kauzën tënde. Kujdes me shpirtin tënd, mos ta keq përdorim. Keq ke me të dilthuj, po masi ti thush ti ato fjalë, të pretendosh të fitosh tek katuni ti, ku ai është baraktar, me të gjithë ata që i ka përreth, që i ka deputet edhe 3 vjet. Ka i kua baraktarve, po fletësin me siet, o Luc. Futim. Jo po se vërtetën. Soni ju. Ka i kua baraktar. Po ka ik më kua. Ka i kua. 300.000 vota minus. 30.000 që ishim e bashën, 300.000 keme këtë. Po e kryo partin data, Alesia. Ore, nuk është çështja kryo partin data. Po nuk e lëshon me modër. Po nuk e lëshon me modër. Alesia. Se unë do të rishëm nga politika se do O modër, ti ke bindje dhe herë tjetër po të them. Ti ke bindje, do dalin fjalët e mia. Ti ke bindje që Sali Berisha është e keqja e Partisë Demokratike dhe e keqja e Shqipërisë. Jemi në rregull deri këtu? Unë nuk e kam këtë bindje sot, Alesia. Kur kanë ardhur 2005 në pushtet, kanë ardhur me luftu korrupsionin. Dhe mu më ran kres dhe me korrupsion më mbyllën gjithë biznesin, kam qenë burri më i fortë i Shqipërisë. Ta mbaroj vëlla. Kjo është plagë e vjetër. Jo, unë du që Alesia të kuptoj ku e ka fokusin e vetë. Sepse ka një ngërsh logjik. Në rast Alesia ka besim të vetja e vetë dhe thot që demokratët nuk do ta mbështesin Sali Berishën, atëre ka besim të vetja e vetë që demokratët i shkojnë mbrapa. Në qoftë se demokratët ty të vinë mbrapa dhe nuk e mbështesin Sali Berishën, dilë më krijo kauzën tënde.
demokratike, ku unë personalisht do t'jem mrapa. Po kush tha aty që unë do ta stopoj kauzën time demokratike? Po lufton me mullit e esë, po s'ke mundësi me luftu me Po përdërma. lufton Saliu, o zotri. Po mirë drejt. Më fal. Nuk po luftoj. Unë nuk flas mo, në linje e ka linjën Bledi. Vazhdo Bledo. Ish kryeministri tregoi që ish kryeministri Hungarisë 16 vjet në pushtet dhe kryetari i partisë vet. Bile në fushatën e fundit elektoralit pati të angazhuar Trumpin, Edhe nuk kujtoje, dhe humbi. Zvendës presidentin e Amerikës, i vajtën atje për fushat dhe kur e puna e mundi njeriu i vet i partisë që erdhi nga brenda. Sepse kishte frym, po këtë besoja. Sepse ky zotri nuk ka më frym më lut. Nuk ka më frym. Nuk ka sala frym, nuk ka më, nuk ka doni me ja doni me apo ju me sy njëri tjetrin, bojani unë jam spektator. Jo më herë unë i thash vetë, është era parë që unë të riqem nga debati. Ti të tallesh me te dhe të krahasosh zgjedhjet në Hungari. Ti krahasosh me zgjedhjet e Partisë Demokratike, jo me zgjedhjet parlamentare, ti je tutor dhe deblet. Po mos e zgjedhje parlamentare jemi duke folur se kjo forcë nuk mund të jetë forcë kompetitive për shkak të zgjedhjeve partije, kush pari siglën e PD-s. Qofse sigla ngelet e Saliu nuk je zgjedhje më, ke humbje zotri. Po nuk je pa zgjedhje më. Nuk je zgjedhje më. Se duhet kryejmë partinë edhe mund të ikë ai. Mund t'i kja i nga partia, sepse koha e ti politike ka mbaruar. Ore, pra ne jeni me kom Tokyo, orë zonjë, aji është katuni vetë, aji është baraktari, ku t'i kja i? Akoma në baraktari. Po normal më do da morim vërmër, po si me noti, miku im, se s'du t'ja përmen emrin, se du fort, që e kom të ronë sin tim, et paloka, muli, tjetri, se s'pa përmen që gjithë, gaz bardhi, tjetri, gazi me gjithë se i bi anash, i bi ga hia, se është nga kavaja, po. Këto tjetri, kuptove, tashi më spjego mu, elshojnë këta, kush është kapitali tyne? Kapitali tyne është Sali Berisha. Në momentin që nuk është Sali Berisha, nuk është 80% e deputetëve PD-s. Alesja... Një minutë. Po, se s'po e lëmë të flasë. Jam ti përgjigja. Në momentin që Sali Berisha nuk është kryetari PD-s, 80% e deputetëve të Partisë Demokratike pinë. Si menoni ju që pinë 80% e Partisë Demokratike? Qa do të thushti me këtë? Ato janë të rënë, përsa ko nuk i gjonë për i kaos qytetare, përsa ko janë kukullat e kryetarit, përsa ko janë vënë, të them vërtetën unë, nuk e them unë, e them faktet, mësuj ti mua sa deputet nga Partia Demokratike njef. Ti më ndë 4 imra pjesën tjetër se një fare. Kushma? Po ti më. Po se një fund më po e ka vu muli. Po mi më me ka vënë në rajsh, po e ka vu e tjetër, po se një fare, pa si një fare se di fare për shaka, e ka vu Sali Berisha, o mora. Ajo pra, e ka vu Sali Berisha. Duhet rinovimi Partisë Demokratike. Po flenë si Ramiz Alia në vitin 1990, në pleniumet e partisë kështu, thoshte, e kemi partinë të fort, e mbrojmë Shqipërinë, ekonomia jo po luxon, dhe ndodhi e po ndodhura, shoku Prokop, shoku Manush, shoku Simon, shoku Pali, dhe uatim fundin. Pra, lëre vajzën në kauzën e vetë dhe bën mirë që ka shpërndar. Ervini po bën takim me njerëzit në çdo qytet. Alesja po ndjek rrugën mediatike. Jo se jam gazetar, po çdo hapësirë mediatike shfrytëzohet. Mos haro çfarë bëri Edi Rama në vitin 2000. Në vitin 2000 Edi Rama duhet bëjmë kompromis me të vërtetën. Dhe shfrytëzoi çdo hapësirë publike që i ofronin mediat private apo publike. Vazhdo dil në media shfaqur, shqyqër zoti e në periudhën e digitale, ku ke mediat e tua, s'ke nevojë në një dhe për media, por... Vitin tjetër. Jo, javës në 23 Jo, sa se dhe për zedë lokale. Në 23 janë pa i garon me vetën. Një pyetje Alese, kundërshtarët e Berishës... Jo, se këtë du t'i thep Bledi që i garon me vetën, edhe këto recitimet e këti, t'ludëm shumë, unë e kam mik edhe spektore t'u fort, por këto recitimet e këti, kjo është një pjesë e medjes që i reciton. Alesja, ulu me kom tok një gjotë lajta. Se ka ardhë në njërë në shpitë. Alesja, se ka ardhë në njërë në shpitë i gangsterët e Berishës dhe kërcënojnë, kur ke shkuajtu për të bijen, për të birin, për gruan, për besën, për salion. Tani, të ka ardhë në biznes, po s'ka ardhë fizikisht aty të dhunojnë, e të poshtrojnë, e të thonë largon nga Tirana. Kështu që në alërën e të njëm. Alesja, kundërshtarët e Berishës, ose i kanë vrarë, ose i kanë përjashtuar nga partia, ose i kam prishur shkatruar bizneset. Kështë të përva që mund Gjelvisha pistolet në Tiron, gjithë një pistolet në dorë. Pa ka kanë vrata ata që mos i bëjt dhe që historina kotë. O kanë djegur redaksit. Ka kanë vrata, s'ka vrata s'ni, ka kanë vrata. Ka kanë vrata,
Do kishin bra mu po të them, unë i kom qimu si legena në për Tiranë me pistolet në dorë. Shiku i gazetetës ka zhdukur. Po si qikeni me janë të rezime? S'ka vrarë. Ora i është kapti mush, ka të qijet e veta. Ora i ka dhunuar, i ka masakruar, ka mbyllu bizneset, i ka djegur redaksit. Ore ti e kupton kë ke përballa, ke njëri që Ore jenë të rezim. Futim çojm pusë valla. Po çfarë po them unë më ti? Çfarë po thotim? Ore unë po dhe më thot vrasin e këto si kom pa, më ka dy bizneset, ka mor lekë pa ide. Shiku s'ka vrarë. Shiku s'ka vrarë. Po s'dënohen ta njerëz, pse s'besh për këto artikuj? Po s'jam Klodi Lala me Artan Hoxhën vëlla, është ndar dhe media. Ne nuk bëjmë të gjithë tani, shesim dhe lodra, shesim dhe celular, shesim dhe akullore, tani më vjen keq. Alesia kundërshtarët e Berishës, ose janë vrarë, ose janë përjashtuar nga partia, ose kanë kërkuar azili jashtë Shqipërisë. Ja ku e përballë edhe Salianin, i ka dhënë një qafë tyre. Ditë sem vetëm shumë. E përjashtuar nga partia mua dhe zotin Saliani do na ketë përballë, ne nuk na intereson çka ka ndodhur. Atë përjashtuar nga gara vjet. Atë përjashtoj këtë vit. Atë ka përjashtuar nga partia. Po çfarë do ta marr dhe po i them, ku e gjen guximin më vajza, kupton? O kjo parti ka degraduar, s'ka më fuqi, se këta nuk e dinë që Sala ka krahun ekonomik, krahun e armatosur, krahun politik. Ne e dim shumë mirë kush janë të fortët e Salës, e të birit. Dhe shqyr zoti që Erikoa po shkërmoqen dhe them ti në vetvete ndjesh e sigurt që do triumfosh, apo ti një ditë do ta lësh garën për gjysmën dhe të largohesh? Jo, garën nuk e le për gjysmë, as kauzën, do jem bashkë me zotin Saliani në këtë kauzë për të rikthyer pa diskutim frymën opozitare në Shqipëri pasi në opinionin tim, sot që flasim nuk ka opozit, po është thjesht një dordolec që quhet Sali, që është i kapur nga pushteti dhe i shërben më shumë pushtetit se sa opozitës, demokratëve dhe shqiptarëve. Në pa diskutim që do njoftoj gjithë kancelarit perëndimore në lidhje me situatën aktuale në Partinë Demokratike, në lidhje me çka po bën Sali Berisha dhe si po e pengon garën ndaj çdo zëri që është ndryshe, jo vetëm tek personi im, por edhe tek kandidatët e tjerë, dhe do vazhdoj turin e takimeve dhe do besoj që demokratët do na bashkohen dhe do jemi një forcë më e madhe se ajo çka përfaqëson sot Sali Berisha ose më saktë siç e thot zoti Saliani, Sali Kolltuku. Kështu që në këtë kontekst unë do bëj betejën time, qoftë mediatike, qoftë në terren dhe pa diskutim është ajo që thot Luca që për mua ka shumë vlerë dhe rëndësi dhe falenderoj që e përmendi në fillim të intervistës që një njeri duhet provoj veten. Dhe që të provoj veten duhet vota. Dhe ti pa voti askushi. Unë nuk dua të jem një personazh në politik që të jem pa votë dhe pa diskutim që unë jam e gatshme të hyj ngar. Isha e gatshme dhe në Elbasan, dola te 3 gratë më të votuara brenda partisë dhe jam e gatshme prapë të hyj në një garë që jam e bindur që këtu mund çdo person degës Elbasanit, nga individi që vesh brek të kuqe deri tek individet e tjerë që këtu nuk kanë asnjë lloj vote. Kështu që në këtë prizëm unë do i sfidoj me atë çka unë përfaqësoj, që është e vërteta, që është diskursi publik, që pa diskutim është masa individëve që mua më ndjekin dhe pa diskutim që do hyjnë në votë, do hyjnë në garë. Unë kam frikë nga gara. Unë dhe tani po e kërkoj garën, që mund të marrë një risk, që mund dalë dhe më dobët se Berisha, shumë herë më dobët se Berisha, po bëj sfidën time. Dhe sfidën time në bazoj tek ato gjëra dhe ato vlera që unë besoj që janë parimet demokratike. Dhe kur parimet demokratike nuk ekzistojnë me një parti, kur statuti nuk respektohet, kur të paaftët vendosen lista dhe kur individët cilët punojnë si unë, zoti Saliani dhe shumë tjerë lihen jashtë liste, do të thotë që ti këtë parti nuk e ke më parti fryme, nuk e ke më parti që do ta sjellësh pushtet, por e ke thjesht biznes dhe dyqan familjar. Sepse është ajo që thotë ky lëre frymën, thotë, por fryma ka shumë rëndësi në një parti, se nëse ti nuk ke frymë, ti nuk mund të vish në pushtet. Sepse gjithmonë në histori revolucionin e ka bërë masa. Si mund blesh i pjesë, jam dakord, 100, 10.000, 20.000, por nuk e blen dot gjithë. Ai thot na vodhi Rama. Po si të vodhi ty Rama? Pse nuk të vodhi Rama aty në Kavaj, ku ishte zoti Saliani, drejtues politik? Një sekondë është një pyetje. Pse nuk ndikoi krimi, kur zoti Saliani drejtoi Kavajën? Pse nuk ndikoi krimi, organizata, si thot ky Rama, narkoshteti, diskursi këtij më publik mediatik? Por zoti Saliani fitoi, edhe në Korçë mori 10.000 vota fitoi. Fituesi është fitues, po humsi nuk duhet të jetë aty për të justifikuar. Ky zotëri ka pas shansin 2013 ndaj Ramës, 1 milion shuplaka shqiptarët. Erdhi në 2025-ën,
Prap 1 milion shuplaka shqiptarët. Ku do ta çojë ky? Ju besoni tek rikthimet e treta? Alisa, nuk po bën njëri debat, lutem të kuptojmë. Nuk po bën njëri debat me të gjithë argumentat që ti je para mediave. Nuk po bën njëri debat dhe nuk ke arsye pse ti përmend ashtu sepse i ke përmend gjitha ne. Dhe unë që jam këtu përballë te më pesë si e nisa emisionin, jam plotësisht dakord me të gjitha fjalët dhe me të gjithë artikulimin që bën për Sali Berisha. Dhe kjo kurajo dhe kjo e thënë gjërave të troç, unë kam arritur në konkluzionin që je një vajzë, je një femër për t'u admiru. Kontrapedalin që unë po të luaj sot është për me tul me kom tokë. Dhe po të them, Alicia, dhe ti duhet t'jesh i çik më racionale, si ti si Saljane. Alicia, më beso mu, unë e kam kalu moshën tate. Dhe çgjiниmin karshia ti njeriu, unë e kam pas direkt. Nuk e kam pas indirekt si që keti. Unë e kam pas direkt. Sepse kam pas një ushtrim mas vetes që më qojnë fund pusit. Njeriu që ka bërë nomin për atë parti. Tashti, duke pas një njoftje të thellë për ata njerëz, që unë gjithmonë jam gacmu me humor dhe kur nuk jam marrë seriozisht, se unë i vlerësoj ata që të merrem seriozisht, unë gjesh lusa të merrem seriozisht me ta. Po i gacmoj me humore, me kshue, me sarkazëm, nuk më intereso fare puna tyne. Tashti, kur kam këtë vajzë përballë, që gjërat që i thot, i ndjen, gjërat që artikulon, i kupton, pastaj i artikulon. Nuk kam dëshirë që të bëhet preh e mediave me të njëjtin tekst dhe me të njëjtin instituat që ti e vendos veten, sepse ta spjegova. Ai është një baraktar i zhgënjyer në fundin e vet, që është krejt normale në atë moshë që ka ai, që do të ruaj forcën e vet, do të ruaj familjen e vet, do të ruaj zogjt e vet, sepse dhe të gjithë ata që janë në parlament, janë zogjt e Sali Berishës, i ka rrit ai. I ka dhënë ai, i ka ku ai. I ka dhënë me hongër edhe kur s'kam pas bukë. I ka mbështet edhe kur kam pas halle, dhe kur kam pas siklete. Dhe gjithë ky kloçka e Partisë Demokratike, se është kloçka e Partisë Demokratike. Sot në këto zgjedhje partije, kur 90% e njerëzve që janë në parlament janë njerëzit e tij të besuar deputet, dhe partia është e rrethuar nga njerëzit që janë të lidh shumë vite interesash bashk. Janë militante, kupton fjalën militant. Alesia, duke vazhdu gjithmonë me këtë frymë dhe duke mos gjetë rrugën, si ju, si Saljani, nuk kam përshtypjen që po konsumojni, sepse unë them më mirë merruni me rreshtat e Partisë Demokratike dhe merruni me logjikën që ky njeriu nuk u sjell kurrë pushtet dhe ne të gjithë rinia duhet bëhemi bashkë, rinia e Partisë Demokratike, të rritë, të provojmë veten tonë bashkë për të krijuar një alternativë të fortë, ku atjet ajo partia do mesin këta njerëz që janë diskredituar përpara njerëzve, përpara militantëve, përpara njerëzve që besuan te Partia Demokratike, të gjithë që janë sot në parlament janë diskredituar, mos i kap me emra se unë tallem ditë e natë. Atëherë këta njerëz nuk e lëshojnë kloçkën e vet. Ju që jeni tri, që jeni të pastër, që punoni, që keni kaos, që doni të thoni të vërtetën për Shqipërinë, mblidhni rinin, mos ecni me filozofin, që ne do të luftojmë për siglën, se po lëvizim nga sigla e Partisë Demokratike, ne nuk marrim më vota. Është gabimi më i madh. Është fryma, nuk e kam të sigla fare. Atëherë frymën. Fryma krijohet me njerëz, me demokratë. Ta marroj logjikën. Nëse se ketë sigla. Sepse unë mendoj që gjithë ta janë të lidhur mas siglës dhe mendojnë, po lëvizim ne, 11 parti të reja kanë krijuar nga PD-ja. Atë se ekzistojnë më 11 parti. Sepse nuk kanë kauza, se janë legenda, se janë të paftyrë, se janë lumë. Mos i kap gjithë emra. Kjo s'ka lidhje se kjo se ka bërë vetëm PiS, kjo se ka bërë vetëm PiS masive. Edhe asnjë nga ata zërtarët, që kanë krijuar 11 firma, janë shkut nga Sali Berisha, nuk ka pas 100 e kurajës kësaj, ose të kurajës time, për të përballë me Sali Berisha. Po pra, dhe ti po e Trump,
Unë po e tëmë sepse e ka fokusin, e ka objektivi gabim. Nuk është objektivi kësaj Sali Berisha që është të dek, Allah. Objektivi kësaj është rinia, objektivi kësaj janë njërësit e gjallë, objektivi kësaj është biznesi, objektivi kësaj është gjithgjusa i thot punën e të vërtetën. Nuk është Sali Berisha. Mos e fusë një pyllë, Kur pas pas. Sali Berisha ishte 30 vjeç sa Alesja sot. Keme marti prana këto të shti, historinë të shti, pa prana të pandjera të shti. Ato dëgjova mos E pra të thush një të gjo. Po ku e diti çfarë do të them? Pa e dita kur ishte 30 vjeç Sali Berisha, kjo lindi. I bënte fresk shokut e Enver Hoxha. Pa. Kur Alesja 30 vjeç, bën opozit shokut Pa e Enver Hoxha ka qenë sadist tash i një be ka pas atë e Nuk është sadist. Kush? Ky nuk është sadist. Cili? Që i voj gjinjoni. Jo me ka alternativa tjera. Ke i voj gjinjoni ta filmoj. Ore më dëgjoj më burr tani dëgjoj. Sa gjindeshi tash mos tregoj gjinjoni tash. Gjigjish zhere tregoj gjinjoni. Po më lëmoj të plas 3 minuta. Gjinjoni to. Se vjen ke se ka mbi emrin gjoni, ka mbi emër të madh. Mua më zotri më lë të flas tani. Unë jam gjatë Ja, ka familje të madhe. Një njeri i cili O velo zhele. Po ta bash vetëm se çao, çfarë po të tregoj gjinjoni, s'la gjinjoni. Alesja, ja pra Shqipëria intimidon një politikanë 3, intimidon gazetar do. Joti, po lë më të flas. Si më intimidoj? Ja le hapësirat more. Po unë kërë thasë nga konfidenca që kam, por mos me fut në pyllë se du forta të gocë të re, mos e fut në pyllë me Sali Berishës, s'ka qaj po Sali Berishës ajo. Alesja ka shkuar të media, nuk ka ardhur media të Alesja, ka shkuar kjo për deklaruar. Po ja fa i herë, ja fa 2 herë, ja fa 3 herë, që Sali Berisha është i tillë. A është kauza vetë për diskritu Sali Berishën? Sali Berisha është i diskritu se nuk i jep një votë që fito. Sa herë del në media mos zotri. Lëre e Tiranën pa media ka vdekur. Unë ta them. Cili më? Unë ta them, specialisti i medias dhe komunikimit. Lëre more vajzën të shfrytëzoj çdo opsie. Të veri dhe në fshatin më të humbur ai sinjali çfarë ka kjo në kokë. Po lëre një mok. Kur riti pa media, ritot jo. Lëre e Tiranën pa media, s'ritot. Lëre Sali Berishën pa media. Ora për çfarë lufton kjo? Për çfarë lufton? Për aftësinë publike në media që të shprehet. Po çfarë shprehet po merret me njëri vetëm. Pyesi tillë. Kush nuk e di në Shqipëri se kush është Sali Berisha? Se kush është Muli? Se kush është Gazbardi? Cili nuk e di? Tjetër son ato që them unë. Po këtë po themon. Kjo mo zotri. Po çfarë kërkon media, po kush është objektivi kësaj media? O është objektivi kësaj për të thënë Sali Berishën nga një dhe target? Media si apo të bëj rinin për vete. Kjo do të bëj rinin për vete. Media si punave që nuk po lë të flasësh, po e intimidon. Cila media? Media ti. Unë s'po duhet që të dëgjoj ty se për gabime, se ku do me orientu. E ke ftuar në studio dhe nuk po lë të flasësh. Ne nuk e dim kjo vaj çfarë kërkon. Ma thuj cilën fjali ka thonë kjo, nuk duhet të lutem të më falesh. Ma thuj cilën fjali e ke debatin me Alesjen jo me mua. Jo, cilën fjali që nuk e ka blon unë me fol, nuk ka thonë kjo. Të pyesim në regji. Të pyesim në regji. Po çfarë ka kohë, më si ka minuta program, ai ka folur 6 minuta. Po, edhe e kemi të ftuar. Po çfarë më ditë ato 6 minuta, çfarë ka thënë ato 6 minuta? Prandaj kemi ftuar more, ta dëgjojmë çfarë do thotë ajo. E kemi ftuar që të bëjmë një, e kemi ftuar se kemi respekt. E kemi ftuar një pyetje të Mirfield. Cilën pyetje ti bëj? Po bëj pra pyetje të dëgjoj përgjigje. Ja pra pyetje, një thash. Po s'po flet më. Kush është objektivi jot? Më thot Shaj Sali Berishën. Jo. Nuk e thash. Ja një Sali i vogël. Nuk e thash të gjë. Ja një Sali i vogël. Jemi malësor, të dëgjojnë se objektivi. Jo, po mund debat dua. Objektivi im nuk Po debat do ja mësuar me Syçin që i toleron, Syçi e lë të flas. Po pse çfarë? Objektivi im nuk është sa Shaj Sali Berishën. Ne debat bëjmë sa dush, po se fut në pyll atë. Ky njeri e dashuron media dhe mirë bën, sepse te media kur e kanë sulmuar politika edhe i kanë vënë gjoba mediat e tjera, ka vajtë te mediat e tjera që është për lirshëm, kështu që mos e beson atë që thotë se e thatë me ironi. Kështu që media është shtëpia jote, më fal. Objektivi im pa diskutim është të jem pjesë e politikës dhe pa diskutim jam pjesë e politikës, të jem pjesë e politikës në vijim dhe pa diskutim t'jap një alternativë ndryshe nga ajo çka sot përfaqësojnë xhaketat e vjetra të politikës dhe pa diskutim që do shkojmë dhe aty ku thua ti Lut që është rinia, që janë qytetarët, që është mobilizimi qytetar dhe pastaj kalojmë tek vota. Por që kjo gjë ndodhi pa diskutim që ka ca hapa, se nuk mund të shkosh direkt aty. Dhe hapat janë duke prezantuar veten rreth parë, duke bërë kauzën e drejtë brenda llojit tënd dhe pastaj kalojmë tek riformatimi, tek besimi, tek kauza, tek vota. Se nuk mund të shkosh tek vota direkt
pa luftuar, sepse pa diskutim unë kam dal nga kjo parti, nuk erdha nga rruga, kam 12 vite investim, këtu Ke dal. unë kam dal nga kjo parti në kontekstin që nga kjo parti vi, kam origjinën nga kjo parti, dhe pa diskutim që veten time e pozicionoj djathtas, në bindjet e mia, në atë çka unë besoj dhe në atë çka unë paraqes tek publiku. Si më thënë telefon nuk e di kush Rozafa Fiqciti, sepse në PD nuk të lënë të shkosh te luta. Po, kjo ishte një ndër gjërat që thash, në thash më çoj pak lokacionin, se nuk e di ku është, sepse s'kam marrë. Vazhdon kjo parti të... Për faktin që s'kam dash të jem tradhtare e partisë. Në të kontekste s'ka marrë në njërë këtu, pasi ti quesh komunisti më i madhë, lutë i Partisë Demokratike, për hir të vërtetës. Ti që sot ke bërë gjithkohën avokatin e Sali Berishës, dhe ta mendosh. Sot ti ke shaj hallim se unë shaj Salion. Nigja. E kjo është shumë ironike. Kjo është shumë ironike. Unë të ngacmova sepse shiftu. Ne e fillum bisedën mbi të vërtetën. Se mund të heshtore, dhe unë dhe Saliani, po nuk është ideja të heshtë në në asim nuk duhet të heshtë. Tashi unë ne e fillove bisedën me të vërtetën. Tashi unë e ndjej veten çik si e vërteta nuk është monopoli kërkujt. E vërteta, unë gjithmonë e them, është prova që ne i bëjmë punës tonë, ajo është e vërteta. Dhe nuk ka gjë kauz më të fortë se sa e vërteta. Dhe unë kur e ngjova tek ju pjesën e kauzës time që unë gërthas, pak të këto 15 vjetë, 20 vjetë të funit, e vërteta, unë ngopa mbusha. Dhe një njeri që unë spjegova, tashi atë respekt, unë nga rrjetet sociale kam fitu për ju. Por, e ndjej veten shumë keq, edhe të ngacmova, dhe të luajta kontra pedalin, edhe Bledit, dhe të gjitha, sepse njëre kaq karizmatike, që i lufton për të vërtetën, nuk mund bjeri peng i diçkaje që nuk e transformon dot, nuk e ndryshon dot. Tashi unë kom vujt nga jo parti. A ka më tërë më të mollë të më thohet mu komunist? Se kuptojnë dot. A ka tërë më të mollë sa të shpallem unë armik? Po për çfarë arsye? Se i besoj Edi Ramës? I besoj më vëlla. Edi Rama është idealist. Unë kam thonë, ky burri është njeriu që më ka qit nga dheu edhe më ka thonë që luc, hec për para, kupton? Dhe nuk kam pas lidhje unë e herë, as me Partinë Socialiste, as me njeri. I kom respektu, i kom nimu, se kom nimu ata atje. Por që unë të shpallem armik, nuk ka mo, është funi hipoteze, kupton? Tashti, unë prapë insistoj, Alesia, mediat jam dakord që i shfryzoj, po kam përshtypjen që du i shfryzosh për atë kaos që është e jotja, sepse nuk ke duke luftuar te, qa fiton? E diskrediton, e degeneron, shikoje, ka shku në 2000 vet, në 1000 vet në shesh, 2000 vet në shesh, nga gje 500 vet, 800 që ka, do të maj me sonjë. Çështja ti nuk e kupton që nuk është që unë pësënoj individin, personalisht. Po frymën e ti pra. Po frymën e ti dhe është kauza vetë, sepse kauza jo është. Kauza është pa diskutim ti kënë gjaketat e vjetra dhe të ketë garë, ti me kompetitiv. Si është ta mamë se biznesi, si do jesh kompetitiv ti me i çmim për tregun, kur ti ke një ushqim të ndetur, nuk bësh do të kompetitiv. Edhe puna e Berishës, është një të gjë, dhe ajo është kauzë në vete, se ti do që puna të ecit, jetë më mirë, të ofrosh shërbim më të mirë, të fitosh më shumë. E partia politike është një të gjë, neve jemi grup idealistës që besojmë tek një kauzë në cilën neve pretendojmë që kjo parti të vim pushtet. Pse s'boni bashkë? Po kush më të bëjmë i bashkë? Ka pas gjaketat vjetra aty të PD-ja, që kanë qenë burra shumë intelektual edhe shumë idealist. Po mirë, shko e shkuar ajo. U shduket gjithë.
Po nuk e besoj. Pse ikën ata? Ka qenë Jo, më kohë fal, pse tjetër, ikën? ka qenë etapë tjetër, sot është modernizuar, sot ka dalë fytyra Musheshit, se kush është në të vërtetë Sali Berisha, është hequr maska hipokrizisë që ka mbajtur në gjithë këto vite. Koha bën vetën, mosha bën vetën, ezaurimi politik bën vetën, humbjet bën vetën, shumë gjëra bën vetën, nuk mund ta krahasojmë këtë periudhë me 10 vjeçar që u thoni nderuar më përpara. Këtu edhe 10 vite ka ndryshuar koha, klima, ka ndryshuar modernizimi, çdo gjë. Nuk mund ta krahasosh. Para 10 vitesh Berisha mund të ketë qenë shumë më i fuqishëm se ç'është sot. Ti mund të kesh qenë më pak i fuqishëm nga ç'është sot. Që nuk mund ta krahasoj, sepse më kujton faktikisht një leksion që kemi marrë në filozofi, thoshte profesori, ne do bëjmë, thoshte, vitet ligjin X për vitin Y, thoshte. E dim, thoshte, jemi neve apo nuk jemi ne në pushtet, po ne këtë ligjin ta afirmosim sot. Na ndikon apo nuk na ndikon kjo ne? Kemi neve, thoshte, në vitin Y apo nuk kemi neve pushtet? Edhe kjo histori. Unë mendoj që në situatën cilën ndodhet Shqipëria sot, në situatën që ndodhet PD-ja sot, pa diskutim, ka nevojën emergjence, një opozitë dhe një të frymëre të re. A do i bashkohesh të ti zërave ndryshe, unë ta thash, zoti Caliani, pa diskutim që po, por jo individëve cilët nuk duan që kjo parti të jetë fituese. Dhe ato janë individët cilët janë veglat e Sali Berishës dhe i shërben klanit ti personal dhe familjar. Ta shlirojmë pak bisedën. Alesia Balliu, a e vërtet mbese Fari Balliut apo? Jo, nuk jam besa e spionit Fari Balliut. Se Luca i ka bërë dhe piktur në Gramsh, në fabrikë. Luca, jo vetëm piktur, po me sa ka thënë në histori, më duket tek një kështu se nga mediat e kam parë dhe unë Lucën, siç më ka ndjek dhe Luca mua, e ka thënë kemi hikë dhe pa paguar paçën në Parisa, mban mend sa apo ngatroj. Pra s'ke të bësh fare Jo, më zotëre, fare. asnjë lloj lidhje fare fisnore. Asnjë lloj lidhje. Si të duke vetja në parti, për shembull, me këto mbetjet e drejtësisë së vjetër, Gjingjoni e të tjerë? Si mblodhi Berisha? Tani Alesia Balliut nuk i bëjnë dot ish korruptuarit e gjyqësorit moralin politik. Frikacakët, cilët në 2020-ën nuk patën kurajo të përballnin me vettingun politik dhe në drejtësi nuk më bëjnë mua moral. Unë do të tregoj një gjë konfidenciale, se dhe unë jam shumë më keq i drejt për drejt se sa ty. Po të them dhe i herë të kërkoj ndjesë çfarë për përplasin edhe me Bledin. Gjëmër pjesë e debatit. Mu më shqetëson fakti, po të them dhe i herë konsumimi bosh. Këtu ke salën, që i quhet PD kjo sigla. Ma e men që ato Gjiri Luca, deri në 10 këtë nuk e shlon. Këtu jeni ju, është Saljani, ta maroj, jeni ju, është Saljani, janë dhe shumë çuna të ri. Tash ju i bini këti, i bini. Harojni punë e këti dhe 3 vjetë që janë në parlament. Ju jeni që gjithë bashkë dhe keni rinin me vete që unë mendoj që zgjedhjet e tjera, ju mund të bëni namin dhe mund të transformoni gjithë Partitë Demokratike. Kjo është shilla ime. Puna Gjingjoni. Kam pas një debat, ky është mesazhi imi shumë shpirtëror Alesia dhe më besoj që ta jap ta them me gjithë shpirt. Për Gjingjonin është një individ i cili për mos pjesës që i ka ikë si frikacak vettingut gjyqësorit dhe është pasuruar fal korrupsionit në institucionet e drejtësisë, ka dalë me urdhër dhe direktivat Berishës bashkë me Alfred Lelën, bashkë me Nul Nokën, të artikulojnë se kur unë punoj në administratë shtetërore. Po nuk është e vërtet që ta shpjegoj dhe për publikun. Pra ti nuk punon fare në administratë shtetërore. Unë punoj për 6 vitesh, avokate, zyrën e kam në blog dhe nuk kam punuar një ditë të jetës time në shtet. Po dhe të kisha punuar fjala bie, nuk ka asgjë të keqe të punosh në shtet për gjithë ato individ që po na ndjekin dhe për gjithë ato individ që punojnë në administratë. Nuk është gjë e keqe të punosh shtet, por Alesia Balliu nuk ka punuar në shtet. Dhe këtë gjë e verifikojnë kollaj. Të gjithë individët që janë të interesuar ta verifikojnë. Kjo është një mashtrim dhe dilte Gjingjoni te News 24, nuk mund garoj Alesia Balliu se këtej thoshte që ta kuptoni ku shkon ignoranca ngul. Këtej punon thoshte në administratë shtetërore, thoshte këtej nuk mund garoj për PD-n. Unë nuk punoj në administratë shtetërore, Gjingjoni mashtron sepse nuk ka fytyrë dhe kjo dihet,
Po dhe po të punoja në administratë shtetërore. Kush do ishte problemi që s'mund të konkuroja? Ka bërë PD-ja gjë në një kriter që kush punon në administratë nuk lejohet të jetë pjesë e partisë. Të tregoj diçka për problemin e Gjinit. Po nuk e vras mendjen se e bëj publike, po të shpjegoj punën e Gjinit, se e kam pa që ju kam ngacmu. Unë Gjin Gjonin e njoh fare të ri, fare të vogël, kupton? Vinte në ato lokalet e mia, ka pas qef njifej me Fatosin kur unë rria ditë e natë me te. Fatos Nano. Po, rritë me tavolinë aty, jam mundu ta respektoj, edhe i thosha, qorit o profesori, thosha, i vetmi katolik që është shipe, Gjin Gjoni, puro katolik, thosha. Po da ne mojmë, si është në bjond, ke qef tash, Gjini ka qenë djalë bukurosh, djalë simpatik. E të mersh me qargus së pas. Unë e kam dash, unë po them si ka qenë atë ere, nuk po them, do të them edhe si u transformu, si e maj me mrafa. Një djalë simpatik, djalë bukurosh, dhe i thosha, shikohesh këtë katolikun tim, ma një mua nek, ne e një moj zdi se ku shkoj Gjini, në takote në bote, kur pata ato vështirësit, më shefi dite që sa harroj, nga maja konve te maja kokës. Më zjati sytë shu, dhe i thash, Gjini thash, qo e kokën për burë, se maja argët e peshkë të këmrangta. Unë i thash, nga mesi e poshtë nuk kom ndryshu. Unë problemin gjithmonë e kam pas tu, i thash, të gjere? Te koka lartë. Po te koka lartë. Dhe kur e shoh Gjinin që i konkuroj me një shokun tim që ka qenë aktivist i Partisë Demokratike gjithë jetën, një djalë i mrekullueshëm nga Lezhë për kryetar partie në Lezhë. Edhe mbajta unë një fjalim të famshëm, bëra një video për historinë e Gjinit dhe për historinë e këtyre, kupton? Dhe mori telefon, tha Lut qa bëhat. I thash Gjin, do të takohemi, i kom janë 2 fjalë me ty. Edhe e takoj. I the po Gjin. Kam admiru për Gjin edhe për Gjon. Të kom dasht fort se sa herë t'i kopra telefonit për një halë, thonë për Gjinin është i korruptum. Unë nuk e njoh për të korruptum, se du të ta them edhe këtë. Unë e njoh për Neragji. Neret që ka boj Gjinin, sistem drejtësisë, unë e njoh për Neragji. As di, nuk kom një gjuhë, kur ka të ligjeri. E kupton të si në ndrojnë dhe termin komunistët të shpiks. Digjo, unë jam të të thonë si e njoh unë Gjinin. Por i thash, se mundet Gjin Gjoni, i thash, edhe Gjin, edhe Gjon. Të bëhet një ushtar i Sali Berishës tek Partia Demokratike, kur e ka morë vesh gjithë dynjoja se kush është Sali Berisha, unë nuk e kom menu kur, edhe më ke gjikiny, i thash, o Gjin Gjoni. Për detyrohet pra Berishës se e bëri jurist, e diplomoj të plepat, se ishte student në Kamës, e diti për agronomi. Ja, u diplomon shumë, po se do të diplomove edhe ma i. Ka ngrënë kur i lëgë qorë për prishë. Tashti, ti jetë e partia e Gjin Gjonit, ku keni kryetar Saliu, o Alesja, që je si drita, që je kaq vitale, që thutë vërtetën, që je kaq karizmatike në media, a thudorishti të lufton me neti të partia e Gjin Gjonit, edhe të partia Mullit. Po pse ti me Salianin për shembull, që jeni kaq karizmatik, mos dilni tashti ju dhe të formoni një parti pa gjindra, e pa flamura, e pa këta e pata. Këtu është thelbi që unë insistoj për ju. Dakor? Të bëhet si Adin Qori edhe si Adrian Klapa, partit të re. Nuk ka lidhje kjo me Adin Qora, e me Kreativ Klapa, e me po qa du t'i bëjë dhe anë deputet që ka për t'i botë. Bler të dy O t'ja dhe anë rrështë gjithë të shi historinë, o bler, mos e menim qaftë të shi, se unë ja thash njerë me forcë këtë punë, më mërzit e ti, më mërzit a jo. Të shi t'ja themi qik me humor që ta kuptojmë më mirë njëni tjetër. O motra ime, qatë donë ti të Gjini, i Gjonit, i Mullit, edhe i Balliut, qatë donë ti atje, qatë donë Alisja atje. Po e ushtrove pyetje, në këtë lloj formë është pyetja ushtruar gabim. Pse ma thuj, si ta kthej? Se nëse partia demokratike është aset kombëtar, nuk ka vend për Gjinin Gjonin dhe për Toni Raxhit. Tash një emër është ai aset kombëtar, një emër është Fari Lesh, tash një emër është. Po ja, po nëse është ashtu se thuti. Po s'është me aset kombëtar. Ti ishte për Po s'është me një parti ka Shqipëria, një parti ka Shqipëria që është aset kombëtar. Ishte për atë nuk ishim lodhur ai shumë, as unë as Saliani as tjerë. Motra ime, tash do ti me ditë të vërtetën? Mësoja për këtij budallës këtu. Aset kombëtar në Shqipëri është vetëm Partia Socialiste që ka dalë nga Partia Punës. Nuk jam. Aset kombëtar, tash më le ta marroj.
Më lërë ta marroj. Aset kombëtar në Shqipëri është Partia Socialiste që ka dalë nga Partia Punës. Partia Demokratike ka dalë nga llumi i spionëve të komunizmit, nga ish sigurimsat, nga këta që kishin kryetar të bashkimeve profesionale dhe nga plegu i Partisë Punës, nga llumi i spionëve dhe i fundrinave. Jo, po ta shpjegoj unë këtë punë. Alicia pasi nuk e di. Nuk e di ti? E apo e di? Nuk di këtë. Më fal, e di apo nuk e di? Po s'është aset kombëtar se gabon. Po e keni ju gabim. Nuk e kam gabim? E keni pa. Alesia, E keni gabim. atëherë shnoj aty se je vajzë shumë e qilë dhe shumë e sinqertë. Jo, nuk e- Partia Demokratike ka dalë nga llumi i komunizmit. Ja, nuk ka dalë nga llumi i Po, Alesia. komunizmit, Po, ka po, lindur Alesia. si shpresë, pa Cila? diskutim. Ja, fare absolutisht zero. është, Partia E lindi Partia Punës dhe ndau. Partinë Komuniste e bëri Parti Socialiste njerëzit që punonin, herojtë e popullit e këta njerëzit që i kishin zgjedhë të Sa nershëm. me pasion flet Dhe Lutz për llumin, to. si? Flet me pasion të madh për Partinë e Punës. Unë flas me Edhe pasion, qerja e fytyrës unë sot- flas me pasion të Nuk madh. me alën rrallën e tjerëve. Unë jam antar i Partisë Punës dhe do vdes antar i Partisë Punës. Sepse unë punoj nga mjesi deri në darket dhe e vërteta ime del vetëm në me punës. Kjo është historia pse flas. Alesia, ke pasur një ofertë për nga Partinë e Partia Punës. Socialiste, Nuk kam pas ofertat shumëta faktikisht. sepse e njëjta gjë ndodhi Dash Sulës. Kam respekt për zotin Sula, është një personazh i cili punoi në qarkun e Elbasanit, është një individ i cili nuk u respektua nga partia vetë dhe pa diskutim që nuk kanë asnjë lloj të drejtë mbrapa as kushti kërkoi llogari për zgjedhjet, sepse nëse ti nuk e vënd në shtëpinë tënde për një individ punëtor, për një individ që e do baza demokratëve të degës Elbasanit, që e nxjerr më të votuarin dhe Është danoshme. ti nuk e respekton, ti nuk do, atëherë ai nuk ka pse të rrijë tek ty me zor. Është pa diskutim si burri me gruan. Nesër lexon një Twitter nga Edi Rama, Alesia Balliu, zëvendës ministre e drejtësisë. Pa diskutim që nuk do ta pranoja. Nuk apo do? Nuk do ta pranoja. Pse miku jot e pranoi, Dash Sula. Të dy juristë. E respektoj zgjedhjen e zotit Sula, ka drejtën e votës ta bëj pasi për sa kohë nuk e pranuan partinë e vet, është i lirë dhe zgjedh e vet. Çfarë do thënë te Edi Rama që do refuzoja? Jo, Madhështia, suksesi, Jo, nuk është puna që diktati. do refuzoja Edi Ramën, por është tek parimet që unë besoj, nuk mund të dilja në kundërshtim me to. Jorita Tabaku apo Albana Vokshi? Jorita Tabaku. Pse? Sepse është qytetare, është politikane, është zonjë dhe pa diskutim që meriton më shumë. Për zonjën Vokshi pastaj është femra më e urryeshme në Partinë Demokratike. Sa nga smusja me këtë pyetje. Belinda Balluku apo Elisa Spiropali? Faktikisht unë kam pas një antipati për Elisa Spiropalin. Gjithmonë. Tashi se ky i ka pyetje të Ja, shkurtra. më rovo se do me bo live, dy të do vogla. ato me bo rilsa. Florin apo doktor Ali Mehmeti mot në zgjedhjet e Tiranës? Asnjërin. Erion Braçen apo Gerda Manasiliun? Erion Braçen, sigurisht. Me kënaqësinë më të madhe. Jo, tashi unë i kom pyetje të çik më të gjata, nuk i kom kaq shkurtra se Po. problemi është që ta shijojmë edhe njëri tjetrin, a kupton? Unë shoh në politikën shqiptare për zotin shumë femra që njitën karrierë nëpërmjet komplimentave, nëpërmjet zvaritjes, nëpërmjet servilizmit, nëpërmjet bashkëngjitjes me partinë dhe me vlerat e partisë. Ty je modeli çuditshëm me ndryshe. Ti do më ngret në parti tu, si thonë ato femna spanjolle. Tu, aquí. Ti, tu. Je e fort. Tash i problemi është që të gjitha këto që janë ngrit kështu duke u zvarit se i tha Shqiponja e shikon atë kërmillin e shikon atje në majtë të pemës, në majtë të shkëmbit atje, në majtë malit, i thot, "Ç'a bën ti këtu?" I thot, "Ja erdha, si erdha deri këtu, duke u zvaritur", i thot. Tashi ti s'ke zgjedh rrugën më u zvarit, ke zgjedh rrugën më u përplas. Gjithmonë guximi të veçon dhe pa diskutim që kur ke guxim do jesh në kryet betejave. Kush zvarritet do jetë gjithmonë post-queen dhe nuk do ketë kur as rëndësinë e duhur, as karakterin e duhur. Alesia, guxim duhet me pas edhe më u zvarit, me thonë drejtën.
Mendoj që duhet kesh durim dhe lëpirje, se guxim nuk mund të kesh kur zvarritesh. Se nuk ka guxim për shembull, patjetër, jo se me pranu arrogancën e shefit, me pranu fodullizmin e shefit, me pranu poshtërsitë e shefit. Atëherë kur i pranon këto s'ke guxim. Guxim është guxim, jo, nuk është ashtu, është guxim i madh. Është guxim, në shtrim kam të gjithë, është guxim, dëgjoj mua. Nuk besoj se guxim. Guximi është diçka. Guximi është mera murit. Guximi është për ato njerëz cilët sfidojnë dhe pa diskutim që dalin në ballë betejave, nuk është për kërmilla që zvarriten, sepse për ato që zvarriten janë shumë në numër. Po dinë njëti që ka ardhur për shembull me guxim, është gjithë me guxim në për parti, se unë i shoh që domethënë leksionin e parë që marrin servilizmin, leksionin e dytë në shtrimin. Këto leksionet i marrin janë të parat. Atëherë përgjigjeshja që ka gjithmonë një herë të parë, kështu që në këtë kontekst një herë të parë për ata, kupton? Jo, një herë të parë për ngritjen politikë, se për politikën po flisnim, se për ato i bie të ishin të shumë në numër, për ato individ cilët janë ngritur duke u lëpirë. Me ngrit ti në këtë mënyrë që i ke zgjedhë, me këtë rrugë që i ke zgjedhë, a mundet me të ulë më kush njëri ty? Po s'ka lidhje ajo pjesë. Po si s'ka lidhje ajo pjesë? Nuk është në atë. Po si s'ka lidhje ajo? Është me Ta mbyllim me një pyetje erotike, ku kam shumë tradhti bashkëtorë, në PS apo në PD? Pa diskutim PS. PS, ja. Pa diskutim. Se ju jeni konservatori të djathtë? Jo, them PS sepse gjithmonë është më e Pushteti, madhe, paraja. shpartia më e madhe, paraja. Ti pyete për tradhtin jetë bashkëtorë apo pyete kështu si pyete? Pyetje erotike i thë. Kështu që publiku le ta vendos vetë. Çfarë kujtojmë në fund gjithmonë? Po ne kujtojmë në fund që duhet i kujtojmë Alesës që Zoti i dhon forcë te kaza e saj për t'u përplas me këta njerëz që është e vërtet asnjëherë s'do vinë pushtet. Por të lutem bëni me komptov. Nuk mund t'ja vjedhni dot kauzën këtë si e thon Stema, si e thon asaj. Logon. Nuk mund t'ja vjedhni dot logon burrit të Malsisë, Previqidolit, Salia Rom Berisha. Subscribe kanali YouTube Gjergj Luca Rozafa. Alesja, shumë faleminderit, kënaqësi. Alesja, shumë kënaqësi, edhe unë si Elbasanliu jot t'jap fjalën para publikut që në rast se do kesh një garë taten në parti, mu, Gjergj Luca, do më kesh në krah si një simpatizant i 90-s i Partisë Demokratike. Dhe është ner për mu dhe do jemi privilegjum si ju ta pranonit ndihmën time. Suksese në rrugën tim.